Horoskopi ditor, 18 nëntor 2025, dashi, sot qartësohu, jo nxitohu, Merkuri retrograd sot futet në zonën tënde të intimitetit dhe do të qëndrojë aty deri më 11 dhjetor. Kjo do të thotë se mund të rikthehen tema të vjetra që mendove se ishin mbyllur, biseda të ndjeshme, çështje financiare, borxhe apo ekuilibër në marrëdhënie. Nëse po rikthehen, është shenjë që duhet t'i mbyllësh përfundimisht, por ndryshe nga herët e tjera. Mos u fikso tek detajet e vogla, shiko pamjen e madhe. Pyet veten, çfarë do të thotë kjo për mua? Çfarë më mëson kjo situatë? Vendimet e rëndësishme është më mirë t'i marrësh pas datës 29, kur Merkuri del nga retrogradi. Sot mund të ndihesh pak i pavendosur, por do të gjesh qartësi mendore, ke prirje të reagosh menjëherë dhe të mbrosh bindjet e tua ose dikë tjetër. Sot është më mirë të ulesh tonin dhe të presësh pak. Qetësia të sjell më shumë fitore se nxitimi. Demi, kujdes me komunikimet në çift, sot Merkuri retrograd futet në zonën tënde të partneritetit. Kjo do të thotë se një çështje marrëdhënore që mendoje se ishte mbyllur, mund të rikthehet në ditët në vijim. Nuk është momenti i duhur për të kërkuar premtime të qarta ose komunikime perfekte, sepse deri më 29 nëntor ke për të pasur vonesa, keqkuptime apo mesazhe që nuk dalin siç i mendon. Këto vonesa në fakt mund të të ndihmojnë të kuptosh më mirë situatën dhe ta shohësh nga një kënd tjetër. Mund të shtyjnë të shprehesh ndryshe, më krijueshëm dhe në mënyrë që të favorizojë. Pak skepticizëm sot nuk të prish punë, sepse jo çdo gjë është ashtu si duket. Marrëdhëniet mund të duken pak të tendosura, kryesisht për shkak të padurimit dhe energjisë së shpërndar. Fokusohu te miqtë dhe personat që të forcojnë, jo te ata që të lodhin. Ndërveprimet e tua duhet të japin energji, jo të raskapitin. Me që ka shumë shpërqendrime sot, gjëja më e mençur është të vendosësh prioritetet dhe t'i qëndrosh atyre. Binjakët. Merkuri, ende në retrograd, kthehet sot te fusha jote e punës dhe shëndetit i dashur binjak. Mund të jetë e vështirë të kesh të gjitha faktet e qarta për çështjet e punës ose të rutinës. Oraret mund të ngatërohen, projektet e filluara muajin e kaluar mund të kërkojnë rishikim. Deri më 29 nëntor duhet të kontrollosh 2 herë çdo detyrë, pasi gabimet e vogla mund të dalin lehtë, problemet e vjetra në punë ose në shtëpi mund të rikthehen. Por kjo është periudha ideale për t'i parë gjërat nga një kënd tjetër dhe për të gjetur zgjidhje më të zgjuara. Vonesat të shërbejnë që të rishikosh planet dhe t'i përmirësosh. Sot shmang vendimet e nxituara, ka tendencë që të qortosh veten pse gjërat nuk po ecin shpejt, por nuk ka arsye të shtysh më shumë se duhet. Qetëso ritmin. Gaforja. Merkuri në retrograd zhvendoset sot të fusha jote e romancës, kreativitetit dhe fëmijëve e dashur gafore. Deri më 11 dhjetor, këto tema do të jenë në vëmendje, por deri më 29 nëntor komunikimi do të jetë i turbull. Mund të rikthehen biseda të vjetra, ndjesi të harruara, ide kreative të lëna për gjysmë, do të shprehesh ndryshe, do të mendosh ndryshe dhe mund të provosh mënyra të reja komunikimi. Por mbaj mend, të tjerët mund të mos e marrin mesazhin saktësisht siç e mendon. Sot, mos u zgjero me detyrat e punës dhe shëndetit. Ndiq ritmin tënd, sepse je në një gjendje të butë dhe bujare dhe mund të japësh më shumë se ç'duhet. Në këtë periudhë rishikimi, gjithçka që rikthehet që të mbyllet, qartësohet ose rregullohet. Luani kur e shkuara troket në shtëpi. Merkuri në retrograd kthehet sot në zonën tënde të shtëpisë dhe familjes i dashur Luan. Deri më 11 dhjetor do të ndjesh një shtysë të fortë për të rregulluar gjërat në mjedisin tënd, për të komunikuar më shumë me familjen dhe për të marrë me detajet që ke shtyrë. Deri më 29 nëntor, komunikimi s'do të jetë aq i qartë sa do të doje, mund të ketë keqkuptime, prishje të vogla teknike në shtëpi ose çështje nga e kaluara që dalin sërish për t'u zgjidhur. Vendimet të fundit mund t'i shohësh me tjetër sy. Dhe kur Merkuri të ecë drejt, gjithçka që sot duket e bllokuar do të hapet. Deri atëherë, ky proces rishikimi të ndihmon të forcosh themelet e tua, edhe pse ndonjëherë të lodh.
Sot shmang vrullin dhe pritshmëritë e tepruara, përqendrohu te detyrat e vogla para teje. Aty fillon qartësia. Virgjeresha, Merkuri, ende në retrograd, kthehet sot te fusha jote e komunikimit. Deri më 29 nëntor, bisedat, mesazhet, takimet dhe çdo gjë që ka të bëjë me lëvizjen e përditshme mund të mos shkojnë aq drejt e qartë sa do të dëshiroje. Keqkuptime të vogla, adresa të gabuara, vonesa në informacion ose ngatëresa të thjeshta në rutinë, të gjitha mund të ndodhin. Prandaj, jo vetëm çfarë thua ka rëndësi, por edhe si e thua, çështje që lidhen me shkollën, udhëtimet e vogla, mësimin, dokumentet dhe komunikimet bazë mund të kërkojnë verifikime të dy fishta. Disa informacione mund të mungojnë, ose dikush mund të mos ta ketë dhënë të plotë. Por nga ana tjetër, mund të gjesh diçka të vjetër, një email, një shënim, një projekt që sot merr kuptim të ri dhe të ndihmon përpara. Deri më 11 dhjetor, Merkuri do të qëndrojë në sektorin e tretë të diellit tënd, duke të shtyrë të mësosh më shumë, të kërkosh, të sqarosh dilema dhe të thellosh interesat personale. Por sot, nxitimi të lodh. Dëshira për të vepruar është e fortë, por pa plan të qartë mund të sjellë vetëm nervozizëm. Qëndro fleksibël, kujdesshëm shëno çdo takim dhe mos i merr reagimet e të tjerëve personale, edhe ata po përballen me mjegullën e retrogradës. Pas datës 29, rrjedha hapet, informacioni vjen. Dhe ti kupton më qartë çfarë të duhet të thuash dhe çfarë duhet të presësh. Peshorja, një rikthim tek financat që kërkojnë kujdes. Merkuri në retrograd rikthehet sot në sektorin tënd të financave, ku do të qëndrojë deri më 11 dhjetor. Megjithatë, periudha më e turbullt zgjat deri më 29 nëntor, pikërisht aty ku komunikimet, informacionet dhe vendimet mund të ngatërohen. Kjo fazë është ideale për rishikim, jo për investime të mëdha. Nuk ke ende të gjitha faktet. Mund të kesh bler diçka që tani si e i sigurt që e do, ose një vendim biznesi mund të duhet ta shohësh me sy tjetër. Edhe mund të humbasësh ose të ngatëron ndonjë send, shenjë tipike e retrogradës. Mos e dramatizo, është thjesht universi që të tërheq nga mëngët për të parë më thellë çfarë po ndodh me paratë dhe vlerat e tua. Shija jote forcohet, perceptimi ndryshon dhe ti nis të kuptosh çfarë të sjell vlerë të vërtetë dhe çfarë është thjesht dëshirë momentale. Pas datës 29, rreth shpërndahen ngadalë. Informacionet që mungonin vijnë. Vlerësimet pastrohen. Vendimet bëhen më të sigurta. Sot, mos u ngjit pas detajeve. Shiko planin e madh, horizontin financiar, qetësinë tënde. Bëj diçka që të çliron mendjen. Nëse ke mundësi, marr pak kohë për veten, qoftë edhe disa minuta. Kjo është një periudhë për të ngadalësuar, për të rimenduar dhe për të marrë frymë para se të ecësh përpara me qartësi. Akrepi, rishikimi vetvetes, jo vendime të nxitura. Merkuri, ende në retrograd, kthehet sot në shenjën tënde dhe aty do të qëndrojë deri më 11 dhjetor. Por periudha që kërkon më shumë durim dhe kujdes është ajo deri më 29 nëntor, kur retrograda vazhdon të ndikojë mendimet, vendimet dhe mënyrën si e shpreh veten. Kjo energji prek identitetin, planet personale dhe mënyrën se si e prezanton veten para botës. Mund të duket sikur projektet e tua ngadalësohen, vendimet e rëndësishme nuk marrin drejtim, ose ëndrat duken paksa jashtë fokusit. Nuk është pengesë, është ftesë për rishikim. Në këtë periudhë, planet e mëparshme mund të ndryshojnë. Vendimet që doje të merrje duken të paqarta, të tjerët mund të mos të kuptojnë menjëherë. Komunikimi yt është i fortë, por i ndjeshëm ndaj keqkuptimeve, mos prit qartësi absolute tani. Mos mbyll marrëveshje të mëdha. Mos e ngut veten të marrësh vendime që duhet t'i marrësh, por që nuk i ndjen plotësisht. Shigjetari, Merkuri në retrograd largohet nga shenja jote sot dhe zhytet në sektorin e privatësisë, në terrenin e brendshëm ku ruhen ndjenjat, frikërat, ëndrat dhe gjërat që zakonisht i lë pa adresuar. Kjo zgjat deri më 11 dhjetor, por periudha më e vështirë është deri më 29 nëntor, kur retrograda shkakton mjegullime të mendimit dhe keqkuptime. Kjo fazë të bën më të rezervuar, më reflektiv dhe pak më misterioz.
Jo sepse po fshihesh, por sepse po kërkon qartësi të brendshme. Vendimet nuk vijnë lehtë. Mendja të kthehet tek e njëjta çështje pa pushim, por nëse nuk e dëgjon me kujdes veten, çdo gjë duket e mjegull, gjërat që ke shtyr emocionalisht mund të dalin sërish në sipërfaqe. Edhe disa vendime të fundit mund t'i shohësh ndryshe. Kjo është ftesë për t'i parë ndjenjat nga një tjetër kënd, jo për t'i futur sërish në qëllim. Kur rikthehet qartësia, pas 29 nëntorit, pengesat fillojnë të hapen, pas 11 dhjetorit. Kur Merkuri futet sërish në shenjën tënde, ti ndihesh gati të marrësh vendimet e mëdha. Sot mund të ndjesh mbi ngarkesë, shumë gjëra në mendje, shumë detyra në dorë, shumë emocione që lëvizin brenda teje në mënyrë të pakuptueshme. Mund të ketë pak rëmuj në jetën personale, pak distancim, pak shpërqendrim. Nuk është dështim, është proces. Britsjapi, Merkuri në retrograd kthehet sot në sektorin tënd të miqve, grupeve dhe ëndrave afatgjata. Ky rikthim nuk është rastësi, ka çështje të pambyllura që duan vëmendjen tënde. Deri më 29 nëntor, informacionet mund të jenë të mangëta, bisedat mund të ngatërohen dhe planet në grup ose projektet krijuese mund të ngadalësohen. Kjo periudhë prek komunikimet me miq, bashkëpunimet, rrjetet sociale dhe grupet ku merr pjesë, vizionin tënd për të ardhmen. Ndaj, mos u çudit nëse dikush keq kupton qëllimet e tua, nëse një mik të duket më i largët, ose nëse një projekt që e mendove gati ka nevojë për rishikim. Kjo nuk është pengesë, është mundësi për t'i bërë gjërat më të sakta, më të qëndrueshme, më të përshtatura me të ardhmen që po ndërton. Disa plane afatgjata që i ke vendosur së fundi mund të duan ndryshim. Nuk është kthim mbrapa, është pastrim i shtegut. Jepet një shans i dytë që të rregullosh detajet që fillimisht i le pas dore. Miqësitë mund të jenë pak delikate tani, ndjeshmëria më e lartë, komunikimi më i paqartë. Pas 29 nëntorit gjithçka fillon të lëviz më lirshëm dhe kontaktet ngrohen sërish. Sot, mos merr vendime të shpejta. Brenda teje ka një lloj padurimi, një tension i vogël që kërkon shfryrje, dhe kjo mund të të çojë drejt teprimeve, në shpenzime, komunikim, ushqim, apo edhe në punë të tepërt. Mbaje ritmin të qëndrueshëm. Ujori, karriera dhe komunikimi kërkojnë kujdes. Merkuri retrograd kthehet sot në sektorin tënd publik dhe profesional, i dashur ujor. Dhe deri më 29 nëntor duhet të jesh i kujdesshëm që të mos keq interpretohesh pa dashje me atë që thua ose si e shprehesh. Kontrollo 2 herë faktet përpara se të nxjerrësh përfundime. Kjo është një periudhë e mirë për rishikime dhe reflektime mbi punën, planet dhe qëllimet e tua, por nuk është koha më e mirë për përgjigje të qarta ose vendime të forta. Pas 29 nëntorit do të ndihesh më i përgatitur dhe me informacionin që të duhet. Në këtë periudhë mund të vinë ide biznesi pak më jashtë kutisë, të cilat janë të zbatueshme dhe mund të sjellin përfitime nëse i planifikon mirë. Nëse hasësh vonesa, shiko situatën nga një kënd tjetër. Ndonjëherë ndryshimi i perspektivës sjell zgjidhje. Sot mund të ndihesh pak i ndryshueshëm ose të bësh gjykime jo të sakta lidhur me pasuritë, sendet e çmuara ose paratë. Evito vendimet e nxituara dhe lëre ato për një moment kur mendimi yt të jetë më i qartë dhe i arsyeshëm. Peshqit, aventurat dhe mësimet kërkojnë durim. Merkuri do të vazhdojë të jetë në retrograd deri më 29 nëntor, i dashur peshq, dhe sot kthehet në sektorin tënd të aventurës, udhëtimeve dhe mësimit. Sot mund të rimendosh planet të fundit ose të rikthehesh tek vendimet të kaluara ndërsa shfaqen informacione të reja. Është koha ideale për të kontrolluar faktet dhe për të shmangur shprehjen e opinionit me forcë, sepse informacioni që merr mund të mos jetë i plotë. Kjo është një periudhë e mirë për të rishikuar planet që lidhen me studime, udhëtime ose zhvillim personal dhe profesional. Disa gjëra mund të kërkojnë ripunim, por planifikimet serioze dhe angazhimet më të mëdha është më mirë t'i lësh për më vonë. Për rezultatet më të mira, sot mund të ndihesh i entuziazmuar, por ekziston një tendencë për tepri. Kjo mund të duket si mbrojtje e një besimi ose opinioni, ose frustrim për një problem të mundshëm. Është më mirë të mos i merresh mbi supe më shumë se sa mund të përballosh dhe të ruash ekuilibrin.
Kur mendon para se të veprosh, çdo vendim bëhet më i qartë dhe më i frytshëm.